Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku i jep urdhër, nëse hani një banane në ditë duhet ta dëgjoni këtë lajm urgjent. Bananet janë një nga frutat më të shëndetshme. Ato janë të pasura me fibra, vitamina dhe minerale esenciale për trupin. Ja përfitime që ju do të merrni nëse konsumoni një banane në ditë. Ndihmojnë në tretje. Banania është e pasur me fibra dietetike. Ajo është efektive në luftimin e dispepsisë, kapsullokut dhe gjithashtu ajo rregullon lëvizjen e zorrëve. Kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Banania nëse konsumohet në sasi të moderuar është e këshillueshme për diabetikët sepse mban nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Ndalon mangësinë e kalciumit. Bananet ndihmojnë kundër humbjes së kalciumit në trup. Ato përmirësojnë gjithashtu thithjen e mineraleve nga kocka dhe dhëmbët duke i bërë ato më të forta. Rrit energjinë. Bananet janë të pasura gjithashtu me fruktozë, kështu që ato rrisin nivelin e energjisë. Parandalon sëmundjet e veshkave. Meqense bananet nxisin absorbimin e kalciumit në trup, ato parandalojnë formimin e gurëve në veshka dhe gjithashtu parandalojnë edhe sëmundjet e këqija të veshkave. Lufton aneminë. Bananet janë të pasura dhe me hekur dhe njëkohësisht ato përmirësojnë cilësinë e gjakut dhe gjithashtu luftojnë aneminë. Mbron nga sulmi në zemër. Për shkak të përmbajtjes së lartë të kaliumit dhe përmbajtjes së ulët të natriumit, bananet gjithashtu zvogëlojnë rrezikun e sulmeve në zemër. Luftojnë depresionin. Bananet kanë nivele të larta të triptofanit, i cili shndërrohet në serotonin në trup. Serotonina është një neurotransmetues e cila kontrollon funksionin e trurit. Ulët gjithashtu inflamacionin. Bananet janë njëkohësisht të pasura me vitaminën B6, një vitaminë e cila redukton inflamacionin dhe nga ana tjetër stimulon edhe prodhimin e qelizave të bardha të gjakut dhe gjithashtu përmirëson shëndetin tuaj nervor. Bananet mund të konsiderohen si një frut i vlerësuar më pak në krahasim me frutat e tjera ekzotike, të cilat tashmë janë kthyer në një trend, por përfitimet e këtij fruti janë me të vërtetë të shumta. Banania është mjaft e shijshme. Ajo i jep trupit të gjitha ato gjërat e mira për të cilat ai ka nevojë. Ato përmbajnë shumë vlera ushqimore, vitamina, fibra, ëmbëlsues natyral si sukroza dhe gjithashtu fruktoza. Ja pse ju duhet të hani banane çdo ditë dhe t'i thoni doktorit ik. Gjëja më e mirë për bananet është se i gjen shumë lehtë dhe kanë çmim të lirë. Ato i gjen edhe tek dyqani poshtë shtëpisë me një çmim mjaft të mirë. Banania është një nga frutat më të konsumuara në botë, më shumë se mollët dhe portokallet e marra së bashku. Këtu ju do të mësoni disa prej përfitimeve më të mëdha shëndetësore që ne marrim nga banania. Urthi, ndryshe njihet si djegja e stomakut. Bananet kanë një efekt natyror antiacid dhe mund të çlirojnë nga shqetësimet e shkaktuara nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton të hash vetëm një banane dhe menjëherë do të ndjesh lehtësim nga simptomat e djegjes së stomakut. Tensioni i gjakut. Bananet janë gjithashtu një frut i shëndetshëm për zemrën dhe ato janë të pasura me potasium dhe kanë shumë pak sodium, një kombinim i përsosur për mbrojtjen nga infarkti dhe goditjet në tru. Burim energjie. Nëse ha një ose 2 banane para ushtrimeve në palestër, kështu do të përfitosh menjëherë mjaftueshëm energji për mbi një orë stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët, glicemie, vitaminat dhe gjithashtu mineralet
janë një mbështetje e madhe për t'i dhënë trupit tuaj forcë, ndërkohë që potasi ndihmon për të parandaluar ngërçet muskulare. Kundër anemisë, bananët janë një aleat shumë i fuqishëm i pacientëve të cilët vuajnë nga anemia. Banania u jep atyre hekurin e nevojshëm të dietës që stimulon edhe qelizat e kuqe të gjakut. Ulçëra. Ato që vuajnë nga ulçëra në stomak e dinë shumë mirë se duhet që të rrinë larg ushqimeve, të paktën disa prej tyre. Mirë po mos u shqetësoni pasi banania nuk është një prej tyre. Mundet që t'i konsumoni ato pa problem, sepse nuk do t'ju shkaktojnë asnjë shqetësim në stomak. Kjo sepse bananet janë edhe të buta, të lehta, kremoze dhe të mira për stomakun. Kjo ndodh sepse bananet gjithashtu kanë burojën e nevojshme ndaj aciditetit dhe irritimit. Fruti i lumturisë. Banania të shton gjithashtu humorin dhe nga ana tjetër ajo arrin që të luftojë depresionin për shkak të nivelit të lartë të triptofanit, i cili në trupin ton transformohet në serotonin. Serotonina është hormoni i lumturisë. Ajo i bën njerëzit të ndihen të qetë, të lumtur dhe me humor të mirë. Hani banane dhe do të jeni më të lumtur. Qetësuese nervash. Duhet të hash banane kur je me humor të keq apo i stresuar. Fruti magjik gjithashtu ndihmon në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Vitamina B, e cila gjendet tek bananet dhe me shumicë, arrin të qetësojë sistemin tuaj nervor dhe nga ana tjetër ajo i bën njerëzit që të ndihen më të qetë dhe më me humor. Kundër temperaturës të lartë. Keni temperaturë të lartë, atëherë ju hani një banane në saj të enzimave që ajo përmban. Banania ul temperaturën e trupit. Banania ofron përfitime të tjera për organizmin ton. Mos u mjafto me një apo dy, mund t'i konsumoni gjatë gjithë ditës. Kur ndihesh i uritur, ke nevojë për energji dhe për humor të mirë. Mirë po edhe lëkura e bananes ka vlera të fuqishme për organizmin. Mund të jetë vështirë për t'u besuar, por lëkura e bananes është e fuqishme në mirëmbajtjen e shëndetit kardiovaskular. Fibrat ulin përthithjen e kolesterolit, ndërkohë që kaliumi dhe fosfori rregullojnë tensionin e gjakut. Rekomandohet pirja e çajit të lëkurës së bananes të paktën 3 herë në javë. Kundër akneve. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të fërkoni fytyrën me pjesën e bardhë të lëkurës së bananes dhe ta shpëlani atë pas 15 minutash. Përsëriteni këtë proces çdo ditë. Kundër nxirjeve në lëkurë. Lëkura e bananes ndihmon kundër nxirjeve të lëkurës. Fërkojeni zonën e nxirr me lëkurë banane dhe mos e shpëlani. Lëkura ndihmon që të rikthejë qarkullimin e gjakut në zonën e nxirr dhe nxitë gjithashtu oksigjenimin qelizor në indet e dëmtuara nga goditja. Konstipacioni. Pjesa më e madhe e fibrës që përmban një banane është e përqendruar tek lëkura. Konsumimi i lëkurës gjithashtu inkurajon lëvizjen e zorrëve dhe përmirëson tretjen, duke shmangur kështu konstipacionin. Lëkura e bananes nga ana tjetër mundet që ta përfshihet në lëngje frutash, perime ose edhe si çaj. Pjesa e bardhë e brendshme e lëkurës së bananes përmban fibër, antioksidantë dhe substanca, të cilat rregullojnë pH-in e lëkurës apo largojnë lythat. Vendoseni lëkurën e bananes mbi lyth dhe mbajini atë të puthitur në një ngjitës. Mbajini gjatë gjithë natës dhe përsëriteni këtë rregullisht derisa lythi të jetë larguar. Lëkura e bananes ka efekt qetësues dhe antiinflamator, ndaj funksionon kundër pickimit të insekteve. Vendoseni direkt në lëkurë dhe fërkoni zonën e pickuar 2 ose 3 herë në ditë. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!